formë mos me diskutu qoftë edhe me subjekte të tjera, qoftë edhe me subjektin politik që ka ftu në bashkëbisedim, ashtu mund të interpretohet sepse në instancë fundit subjektet politike garojnë zgjedhje ose për të fituar votat, ose në rast se eventualisht nuk i fitojnë, atëherë për të bërë pjesë e bashkëqeverisjes në mënyrë që me realizu programin, me realizu ato që kanë në fakt i kanë premtu para qytetarëve në zgjedhje. E pozicionimi në këtë formë, domethënë i formë i natyrës betonizuese, në bindjen time është pak a shumë edhe refleksion i interesave partijake. Zani, qeveria e tranzicionit, a na shpjegon çfarë do të thotë kjo? A është diçka e tillë siç kishte propozuar edhe Haradinaj në fushat, teksa thonte që një herë unë kryeministër, pastaj të tjerët? Si shkon kështu? Shiko, në kushtet e tjera do të kishte kuptim pra një propozim i tillë, por shkak që kryesisht është e njohur kjo qeverisje ku ka përfundon një konflikt, revolucion, luftë qytetare apo diçka ngjajshëm, por jo në një demokraci e cila ka dalur me vota të lira të qytetarëve. Pra nuk duhet këtë një qeveri tranzicionit? Mund të them që mund të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse në kuptim të asajna që ka marrëveshje politike, jepen votat në kuvendin e Kosovës dhe shkohet tutje. Por jo asi tipit që mund të llogaritet pra një qeverisje, për shkak që këto qeverisje tranzicionit janë kur e kanë një mision të caktuar. Pra, ndryshimin e kushtetutës, reformë zgjedhore ose reformë institucionale, apo për shkak që zakonisht janë kur ka ndasitë e mëdha etnike, ndasitë e mëdha pra politike, armiqësi, por jo në një demokraci të lirë kur partitë politike pra janë të lira për dalur, për të bërë fushat dhe madje s'ki me bë kurfar reforme zgjedhore. Prandaj kjo nuk mund të kuptoj. Konsideroj që numrat janë për të bërë qeveri, nëse llogaritin pra vetëm partitë opozitare që kanë qenë më herët, dalin shumë më shumë dhe madje më shumë se 61 vota. Si dalin, e bëjmë kështu pak llogarinë Zani. Pa partitë, për shkak që llogaritin gjithmonë edhe partinë e Zotit Limaj, se për shkak që ajo ka qenë opozit. Një pjesë e komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe janë një farforme edhe ata betonizuar si LDK. Momentin që bëhet shumica dhe ata jam i sigurt që dhon votën pra. Prandaj lëvizja vendosje apo të deklaruam që njëra veç sot veç e shtoja ka treguar se çdo herë kushdo që i bën numrat dhe që është gati për të dhënë votën e tyre, për shkak që edhe natyrës organizative, kushtetuese të Kosovës, dhe në këtë kuptim, pra s'ka nevojë të ftohet edhe lëvizja vetëvendosje nëse ti don një qeveri të caktuar. Qeveritë tranzitore janë kryesisht 3 deri në 6 muaj. Aq kanë mandat.